Vazhdojmë tani me pregaditjen. Një nga kërkesat e juaja më të mëdha është receta të ndryshme për mishin e viçit ose më saktë për filetat e viçit, duke mos e përdorur fare furrën, t'i bëjmë ato kremoze dhe të na mbesin të buta. Dhe si zakonisht munduam t'i sjell gjitha kërkesat që i bëni. Për sa persona do të gatuani, aq fileta të viçit do të përdorni. Unë po përdor 6 fileta mish viçit të prerë në copëza jo shumë të holla. Vazhdojmë i marinojmë. Për ta marinuar mishin nuk do të përdor shumë erëza. Do të shtoj vetëm kryp. Ndërsa hudrën pëlqej që ta përdor hudër në pluhur. Pasi e marinojmë mishin, e largojmë anësh dhe marrim një tenxhere pak më të thellë dhe më të përshtatshme për ta fërguar tani mishin. Në tigan do të hedhim 1 deri në 2 lugë qielle me vaj ulliri dhe presim në zjarr mesatar derisa vaji të nxehet mirë. Mishin e viçit zakonisht e gatuaj me gjallë, por kur është kaq vap si tani verë dhe nxehtë, atëherë zëvendësoj me vajin e ullirit. Pasi sigurohemi që vaji është nxehur mirë, i shtojmë tani këto filetat e viçit për t'i fërguar. Vazhdojmë e fërgojmë mishin dhe e skuqim në të dy anët për disa minuta derisa të na merr ngjyrë të mirë mishi. Pasi mishi të merr ngjyrë nga të dy anët, e largojmë nga tigani. Tani në tiganin e njëjtë me aq i ndyrë sa ka mbetur vazhdojmë të fërgojmë perimet. Për perime unë po përdor një qep, një spec jeshil dhe një spec të kuq. Tani këto i kemi në sezon dhe do t'i japin edhe shije më shumë. Pasi zbuten pak specat dhe qepa, vazhdojmë që brenda tani të shtojmë 300 gram këpurdha. Unë po përdor të konzervuara, por mund shtoni edhe këpurdha të freskëta. Vazhdojmë i fërgojmë tani edhe këpurdhat edhe për 2-3 minuta tjera, pasi këto janë të konzervuara, do të fërgohen më shpejt. Për ngjyrë më të mirë, tek perimet shtojmë pak piper të kuq, pak kryp dhe një lugë gjelle me pastë domate. Përzijmë mirë derisa të sigurohemi që nga nxehtësia e perimeve, pasta e domates të shkrihet. Tani vazhdojmë që në tenxhere ta shtojmë ujin. Pasi duam që mishit na zihet mirë dhe të na mbetet i butë, do të shtojmë 1 litër ujë. E shtojmë ujin, tani në tenxhere i rikthejmë filetat e viçit, cilat i fërguam më herët. Recetën e njëjtë mund ta përgatitni edhe me mish lope, vetëm se duhet bëni kujdes gjatë zierjes, sepse mishi i lopës duhet që të zihet një kohë më gjatë. Nëse e shihni që uji është shterur dhe mishi nuk është zbutur dhe nuk është zier tërësisht, shtoni edhe 500 ml tjera ujë dhe vazhdoni ta zijeni mishin. Tani në zierje, në zjarr mesatar, do ta mbuloj me kapak por gjysmë të mbuluar. Do ta zijej mishin diku për 40 deri në 50 minuta. Dhe pas 40 minutave në zierje, unë kontrollova mishin dhe ishte zier mjaftueshëm. Tani vazhdojmë të ta përgatisim salsën përfundimtare që do ta shtojmë sipër mishit për ta trashur edhe pak lëngun. Në një pjatë më të vogël kam shtuar 1 lugë gjelle me një sheste. Tek një shestja do të shtojmë ujë, por shumë pak ujë, derisa të vrejmë që është zbutur një shestja dhe përzijmë mirë që të sigurohemi që brenda nuk do të mbesin trupa. Përzijmë edhe një herë që një shestja të futet mirë tek salca dhe e vendosim përsëri në zjarr që të zihet vetëm edhe për 5 minuta tjera, derisa salca trashet mirë dhe e kemi gati mishin, mund ta shërbejmë. Dhe tani tikun edhe 50 minutave tjera, salca është trashur mjaftueshëm dhe mund ta vreni ngjyrën e bukur që ka marrë. Vazhdojmë tani që ta shërbejmë këtë pjatë dhe ta shijojmë.
Dhe si që thash në mes të videos, unë do të shoqëroj me pak pire, ju mund të shoqëroni me gjithë shka si pas shijeve dhe dëshires së juaj. Dhe të dashur miq, pjata është gati. Shpresoj që do ta provoni edhe ju, do ta shijoni dhe do ta gatuani për mysafirët e juaj special ose thjesht për ta shijuar për një drekë të bukur familjare. Deri në video recetat e radhës, mbeteni të përshëndetur nga unë.